Shtrirja e sistemit të regjistrimit digital audio në çdo sallë gjyqi në Shqipëri është një nga nismat kryesore që po zbaton programi USAID-it për forcimin e sistemit të drejtësisë në Shqipëri, për rritjen e transparencës dhe efektshmërisë në gjyqësorin shqiptar. Mbështetja e ofruar nga projekti Just e USAID-it për shtrirjen e sistemit RDA në të gjitha gjykatat shqiptare realizohet në bashkëpunim të ngushtë me Ministrinë e Drejtësisë, Këshillin e Lartë të Drejtësisë dhe lidershipin e gjykatave në vend. Përdorimi i një teknologjie të regjistrimit digital audio të fjalës së fundit në gjykatat shqiptare përbën një hap të rëndësishëm përpara për sa i përket transparencës dhe një procesi të rregull gjyqësor në vend. Kjo teknologji e provuar dhe e thjesht garanton një proces verbal të saktë, fjalë për fjalë të seancës gjyqësore. Gjithashtu, duke patur parasysh krijimin e rekordeve të pandryshueshme audio, kjo teknologji ndikon në një sjellje më të mirë, më me profesionalizëm dhe etik në sallën e gjyqit. Projekti vijon deri në 2015 me shtrirjen e plotë të sistemit në të gjitha gjykatat e Shqipërisë. Qendra Altri nëpërmjet fushatës rajonale synon të realizojë një ndërgjegjësim më të madh të publikut në qarkun e Tiranës, Durrësit, Elbasanit, Korçës, Lezhës dhe Diprës, si dhe avokimit lidhur me aksesin në këtë sistem dhe avantazhet e përdorimit të tij. Objektivat e fushatës po realizohen nëpërmjet rritjes së vizibilitetit në komunitet mbi sistemin RDA, ndërgjegjësimin dhe informimin e publikut lidhur me avantazhet e tij, përdorimit të sistemit RDA në të gjitha seancat gjyqësore dhe angazhimit të qytetarëve dhe aktorëve të tjerë. Partneriteti me media ka qenë tejet i rëndësishëm në këtë fushatë. Bashkëpunimi me median kombëtare dhe lokale ka qenë mjaft i frytshëm në informimin e publikut lidhur me regjistrimin digital audio dhe avantazhet e tij. Shfaqje reklamave, diskutime televizive, intervista të ndryshme kanë hasur interes të madh nga gazetarët. Në gjykatat shqiptare me kontributin e projektit Just, një program i USAID-it dhe në zbatim nga Qendra Altri është ndërmarrë një fushatë ndërgjegjësuese dhe advokimi për sistemin e regjistrimit digital audio. Tashmë në 24 gjykata të vendit në nivel të gjykatave të shkallës parë dhe të apelit është instaluar ky sistem i cili i siguron palëve në një proces të gjithë qytetarëve shqiptar një transparencë më të madhe dhe një regjistrim fjalë për fjalë të seancave të tyre gjyqësore. Natyrisht që ky sistem kontribuon në rritjen e transparencës dhe në një proces më të rregullt ligjor nga ana e gjykatave në një etik më të madhe për gjegjshmëri më të lartë të palëve në gjykim. Mbi të gjitha do të jetë një sistem për të rikthyer përgjegjshmërinë, për të rikthyer etikën në seancat gjyqësore dhe për të rikthyer mbi të gjitha besimin e qytetarëve tek akteti i gjykatës. Janë zhvilluar ditë hapura në gjykatat e disa rrethave gjyqësore, të cilat kanë patur pjesëmarrje të madhe nga publiku dhe një mikpritje po aq të madhe nga stafi i gjykatës si përdorues të këtij sistemi, të cilët gjatë këtyre aktiviteteve kanë folur hapur për problematikat e punës së tyre dhe për avantazhet e mëdha që sistemi i regjistrimit audio ka sjellë në punën e tyre të përditshme. Patjetër që ky sistem ka patur ato përparësitë të tij, pasi nëse më përpara për shembull palët mund të kishin kontestime për çfarë kërkonin, për çfarë flitej, për prova që mund të paraqisin, kemi patur raste që mund të kanë kontestuar edhe mungesën e ndonjë prove, në procesverbalin që marrim me ato, gjithçka që flitet, gjithçka që debatohet, gjithçka që paraqitet si provë është e monitoruar, është e fiksuar, ato të dhëna ruhen në sefrin e gjykatës, ruhen në CD-n që bëhet pjesë e dosjes dhe se secili nga ata që ka qenë pjesëmarrës në gjykim dhe që është interesuar për çështjen mund ta marrë një kopje CD-je për ta patur, për ta verifikuar edhe për vete. Rritet performanca gjyqësore nëpërmjet një solemniteti tash të garantuar. Më parë kur seanca gjyqësore bashkë me shpindore kishte humbje kohe dhe pasaktësi në pasqyrimin e të gjithë pretendimeve të palëve në gjykim, pasi gjithçka varet nga aftësitë profesionale dhe të rrese të sekretarit të seancës gjyqësore. Sistemi audio ndihmuar dhe nga programe ndihmëse rregullon përdorimin me efikasitet të sallave. Tash gjyqtarët mund të kontrollojnë oraret e lira për të përcaktuar datat dhe oraret e zhvillimit të seancave të ardhshme nëpërmjet kalendarëve elektronik. Është një projekt i cili ka rezultuar suksesshëm, pasi në mënyrë të ndjeshme rrit transparencën dhe besimin e publikut në sistemin gjyqësor, për faktin sepse publiku ka mundësi që jo vetëm të jetë i pranishëm në seancat e zhvilluara të hapura pranë gjykatës, por njëkohësisht ka mundësi që të marrë dhe më pas regjistrimin e këtyre seancave, qoftë një pjesë të seancave gjyqësore, qoftë të gjithë procesin, çka ndikon jo vetëm për palët në proces, por edhe në rritjen dhe ndryshimin e opinionit që publiku dhe besimin që ka këtë drejtësia. Gjatë kësaj periudhe kohore të punimit me sistemin audio në gjykatën e Kavajës, ky sistem i ri ka bërë diferencën duke rritur ndjeshëm produktivitetin, duke rritur ndjeshëm sigurinë dhe transparencën. Bazuar në këto tre pika themelore, do të përmend avantazhet e këtij sistemi që janë
E para është lehtësimi i punës. Procesi i regjistrimit në audio është rësisht automatik dhe gjithashtu të dhënat replikohen automatikisht dhe në kohë reale në serverin qendror. Shkurtimi me menaxhimi i kohës. Duke qenë se çdo detaj është regjistruar, kjo krijon lehtësira në mbarvajtjen e procesit gjyqësor dhe shkurtimin në kohë të seancave gjyqësore. Me cilësinë e titullarit gjykatës së rrethit gjyqësor Korç, ftoi të gjithë qytetarët e rajonit që janë të interesuar, që janë palë në proceset gjyqësore në gjykatë, që janë të interesuar me cilësinë e publikut në gjykatë, që të japin kontributin e tyre në këtë implementim të këtij sistemi, që të bëjnë sugjerimet e tyre. Janë organizuar ditë të hapura në një numër njësish vendore, në Peqin, Librazh, Prenjas, Gramsh e Bulqis. Ndërsa stendat promocionale në pikat më të frekuentueshme të qyteteve Durrës, Tiranë, Peshkopi e Korç çdo javë janë aktive për të takuar dhe biseduar me kalimtarët. Qytetarët shprehen shumë të interesuar në lidhje me sistemin e drejtësisë tonë, për sa i përket të rinjve, vëmrej që ata janë më të shumë të interesuar në lidhje me informimin për këtë iniciativë që kemi marrë, ndërsa për sa i përket moshave të rritura, vëmrej që janë disi skeptik në lidhje me këtë çështje kur vjen puna për gjyqësorin, por gjithsesi në fund pasi dëgjojnë diçka që themi lidhje me regjistrimin e gjykata, ata na thon bravo ju qoftë, kjo është një punë shumë e mirë nga ana juaj. Një nga pjesët më të bukura të kësaj fushate është bashkëpunimi me të rinjt, si një grup i synuar në informim dhe ndërgjegjësim, por edhe si një grup që ka qenë pjesëmarrës në fushat, si me menaxhimin e stendave promocionale ashtu dhe me inskenimin e një gjyqi mitues në çdo ditë të hapur. Ka qenë një kënaqësi e vërtetë për Qendrën Altri të punojë me të ri kaq të apasionuar, korrekt, të informuar, të edukuar, të cilët kanë dhënë përkushtim dhe pasionin e tyre në punën që kanë marrë përsipër, të cilët na bëjnë krenar. Përshëndetje, jam Klodi, student në Fakultetin e Drejtësisë. Sapo mora njoftimin në Facebook nga Qendra Altri për përfshirjen në këtë projekt, shpreha më njëherë interesin tim për këtë. Mund të them që eksperjenca deri tani në këtë projekt është jashtëzakonshme, pasi përfiton shumë në një kohë të shkurtër. Duhet të them dy fjalë për Qendrën Altri. Jam të paparë në organizim dhe në mikpritje. Ne jemi mirënjohës për bashkëpunimin dhe mbështetjen e madhe që kemi hasur kudo. Do të vazhdojmë të punojmë për të informuar dhe inkurajuar të gjithë që të mësojmë më shumë për këtë sistem dhe të mirat që sjell ai. Pasi nëse të gjithë angazhohemi që kjo teknologji të përdoret dhe të kthehet në standard, besojmë se nga kjo do të përfitojmë të gjithë.